Çfarë keni mësuar personalisht nga kjo punë për jetën dhe vdekjen? Ku mësu se jeta vlen shumë ma tepër se sa ne që e vlerësojmë. Kush tjetër përveç mjekut ligjor din me vlerësu jetën kur për çdo ditë ballafaqohet me vdekjen. Kush tjetër përveç mjekut ligjor din me inkuraju tjerët përballë sfidave ndryshme me cilat ballafaqohemi gjatë jetës kur e prekim për çdo ditë vdekjen. Unë mundohuna me shpërnda energji pozitive kudo që shkoj, me vetë faktin që për çdo ditë e prekum vdekjen. Çfarë do të shoh që ndodh me secilin person, me secilin profesion, është një pikë në fund të tunelit, në fund të horizontit, një pikë shprese. Është një shpresë. Mirë, vdekja është përfundimi i gjithë shkafës. Për këtë arsye, secili person e kisha inkuraju, e kisha shfrytzu podcastin e juaj, me inkuraju që gjithmonë me kërku atë pikën e shpresës në fund të një tuneli, se ekziston ajo. Ekziston veç duhet energji pozitive. Kur gjë tjetër përveç energjisë pozitive.